Jemi në pjesën e fundit të emisionit, energjia e mirë vazhdon, tek nesër të kolegët në regji jo shumë, se me se po presin me përfundu, muj me zgjatë deri 14:30. Ka pas shumë zhvillime, kështu që plus asaj kemi 2 mysafirë të mira që kanë që ka me folë, edhe një lidhje direkte, plus kemi me folë për showbiz, baftën edhe Bleretën. E ka një emër të veçantë Blereta, edhe u sigurum. E kum shku që mos me huq, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, më falenderoj. Edhe Redionit do ta kemi në një lidhje direkte, do të flasim pak për showbiz, në fakt ka disa ditë që s'kemi folë, prej që ka përfundu Big Brother, se kemi pas aktivitete tjera politike. Po e nisi Blereta me ty, çka na thot showbizi, po flas Big Brother ka përfundu, e tham edhe më herë dërsa po bënim një bisedë kështu jashtë kamerave që showbiz Big Brother prodhon shumë lajme dhe kur kryhet Big Brother sigur showbizi është në gjumë për momentin. Për momentin nuk është që kemi pas nështë në i farë zhvillimi për me cek ose me umar me to, po mendoj që ndoshta hala jemi të umar pak me këtë dramën mes Eglit edhe Gjestit, që apo mujmë në prodhu ma shumë, po për momentin nuk e di nështë një farë qëtësie para verës, para se me njësë këto sezonat, koncertet, po nuk është që kemi diçka ndoshta shumë të madhe që ja vlen me ucek, diçka qetë jemi. Ti si një gazetare e këti sektori, a e vërejmë pra këtë që po thejme që kur është Big Brother, ka shumë zhvillime? Po, se zakonisht... personazhe që s'kanë qenë fare aktiv Po, se krijohen debate mes personazheve, varësisht kanë mbështesin. Për shembull, gjatë këtij edicioni, kanë kriju debate edhe gazetarët, edhe personazhet publike, kush ka qenë në mbrojtje të Gjestit, kush ka qenë kundër Gjestit, tu justifiku edhe banorët e tjerë, edhe krijohet një farë dinamike, jo veç për banorët, bile menoj që ma shumë krijohet dinamik jashtë Big Brotherit, se vetë në Big Brother. Big Brother, një brenda dhe një jashtë. Po, janë njerëz kogja ndoshta të involvuar në ato çështje, e tash kur kryet Big Brotherin, ndoshta po pushojnë pak se një farë ngarkesë e kam pas krejt se po lidhen emocionalisht. Bafte, a e ke përcjell Big Brother, me që e nisim me këtë pjesë? është e kotë nëse them nuk e kom përcjell, sepse paka shumë gjithve në është bë fiksim edhe në bëhet si kompleks në kohë, ku do që shkojmë kemi telefonin me veti, o TikTok-u e bënd vetën, kështu që pavarësisht koncerteve dhe nejave të mija, obligimeve të mija, kom pas fiksim edhe ato pjesë ma interesante që kanë qenë të ekspozume i kom shiku, kështu që edhe unë kom qenë pjesë e debateve në shoqërit të Big Brother. Për çka ke debatu ti? Kusht ka bë me debatu nga Big Brother? Normal, si të gjithë tjerve, Gjesti, për shkak që Gjestin e kam pas edhe kujshi, do më thonë, në lagjen ku jetoj, edhe kom një paka shumë, kështu që pjesë e jonja ka qenë Gjesti, Egli dhe personazhe që për djona. Okej, sa e ke njoft dhe si e ke njoft Gjestin? Pra me që e ke pas afer? Nuk po du të arsi shumë njerëz me shfrytzu famën e ti. Por në fakt tash ka mbaruar, është një personazh. Mirë po, masi jemi pjesë e atyve debateve, po e ceki, çdo herë ka qenë një djalë, me thonë interesant, ka qenë një djalë i sjellshëm, motivues për punë, ka qenë një djalë që ndoshta i ka interesu çdo gjë, edhe ndoshta qa ka desht me arrit e ka bo, kështu që i njëti që ka qenë jashtë, ka qenë edhe mrena, po. Që për qatë shkosa njone. Me gjithë atë energji, besoj që natyrisht i ke bërë tifo për të fituar Gjesti. Po, gjithë. Tash kur ka përfunduar, a prodhon njëjtë Gjesti interes në showbiz? A lexohen lajmet për Gjestin? Po mendoj që ja ka nisë me u konsumu, ndoshta këto lajmet për Gjestin, për shkak se ndoshta jemi mësuar po 24 orë, edhe me pas konstant një dinamik, për momentin është shumë i qetë, ka njerë do poste që po i bëm, po besoj që po mbahëm pak me këtë dramën që po e bojmë bashkë me Eglin, ta shtë dhja po e bojmë bashkë, po që ashtë po t'inglan që... Qka po shati si gazetare? Janë apo si janë bashkë? Se në këtë pyetje do të na flasë dhe Redioni pas pak, sepse a i më tha që janë kryefjallja në Shqipëri, në mediat rozat. Unë mendoj që pikrisht edhe nëse janë edhe nëse s'janë, besoj që kanë dytë bashkë një farë tendence për me metë pak ma gjatë, pak të edhe një muj, për shkak se dijet përveç ndoshta projekte muzikore që i sjellin, fama që kanë, nuk mundet me qenë e njëjtë, ndoshta qashtu qysh u konë, ose diskutimet që janë bërë rreth tyne, po e mbajnë ndoshta së bashku që me qenë, bile po besoj ata në Shqipëni ndoshta janë pak ma të përfshim, se në Kosovë, jo për diçka, po... Edhe i shohin, edhe kanë ndoshta ju bjene pas po kontakte ma shpesh edhe ata jënë prezent mas shumë të në Top Channel, aty ku edhe jënë konë në Big Brother, nuk është që po ka intervisa dikon Kosovë, ndoshta edhe ata
po përcjellen ma shumë prej atje, po do të me mi dyqysh ka pak. Në fakt, Gjenetën, s'kom pa në lajmë për Gjenetën, masi që ka dalë gjesti, ose nuk jam në ndjeni. Nuk jeni ndjeni. A ka pas në i lëvizje, për mua dhe gjithë shikusit tjerë që se ka Po, pa. Gjeneta po vazhdojnë... Është full shumë nëse ka pas një takem me styre, po s'ka pas, Gjeneta vazhdojnë me instastorit e saj, me postet e saj. Që lidhen me gjestin, a? Po, aja thot që nuk lidhen me gjestin, po menoj që Gjeneta din me majtë këgja mirë, kështu këtë nivelin e famës, me qenë si krye fjalla. Do të me ditë edhe me majtë, ndoshta ma shumë se që e ki, për shkak se banurët e Big Brotherit, sa to që kanë qenë krye fjallë, nuk po besoj që më jenë duke u diskutu këgja shumë, kështu që i presim prej në fakt showbiz duhet me ditë me mbajta që baftë është pjesë e showbiz dhe menoj që mundet me shpjegu si një personazh publik që çka duhet në showbiz për me mbjetu kushtimisht, po e thema, për me qenë i pranishëm në media, se edhe ajo e ka rolin e vet, edhe ka rëndësinë e vet për marketing. Këshira mirë, në ditët e sotit, se cili po buhet i famshëm mënyrën e vetë, qoftë me skandale, qoftë me gjanat mira që po i ofron publikut, po unë personalisht si bafte nuk du me dalë jashtë standardeve të mija, do të thotë kom njës famën hapat të gadalshëm edhe të sigurt po mendoj, edhe atë sa kom bo mdojnë ose murrejnë, atë kuptimin, se kur tjetë njeri i showbizit, përveç dashnisë që ta japin kjetën njerëz që të rejnë. Mirë po unë po mendoj që kom bo me hapat gadalshëm edhe të sigurt, edhe në atë moment kur unë kom qene gatshme, me bo pjesë publike, do të thotë, jam bo, i ka ato vështërsit edhe të mirat e veta, vështërsit janë ato që nuk e ke jetën e rahatshme që shke qenë ma herët, do të thotë nuk e ke atë rahatin, me dalë me familje, me shoqni, me i bo disa gjëra që në fillim i ke bo shumë shlirë, tash duhesh më rujt, sepse çdo herë do të thotë jo një aparat fotografik shkrepët ose flitet për ty, kështu që nuk është jeta njëjtë, por sa do këto dush ta dish qysh me majtë, do të thotë në suazat normales. Shpesh ne i shohim disa reagime kur ka sidomos lajme roz, pra që nuk ndërlidhen me këto videoklipin kënga se ndonjëherë ato nuk paraqesin ndonjë interes. Hyn YouTube e dëgjon, e jep një vlerësim edhe përfundon gjithçka. Por në fakt, kur ka këso shkrime për një personazh publik, thellë mendoj që ka diçka që i pëlqen atij personazhi, ja, nuk qëndron kjo që pse po shkruajnë media, pse po merren me jetën time. Tek e fundit kur je personazh publik, kur je personazh publik, edhe shkrimet janë të pandashme. Për më bëhe sinqert, a ka pas ndonjë moment të tillë ndoshta që i ke thonë gazetarit që s'm pëlqej ky shkrim, po thellë ke qenë dakord me atë marketing? A din qysh, mu do thotë kam shoshni të showbizit, edhe shumë bashkëpunojnë njëri me tjetrin, edhe pse nuk shfaqemi në ekrane. Kështu që ndodhet na herë në kafe ose ndreka ndarka, themi më ka ra vetbesimi. Pse të ka ra vetbesimi se s'po follet për ty. Ai të kuptu. Qoftë edhe një lajm i keq, me thonë kështu thojza, ta ngrit atë vetbesimin edhe thu që po folin njerëzit për ty. Por jo me i te kalu ato masa që ty të bën mundi keq. Ka pas raste kur për mu kam folë për filera, për botoksa, do të thotë unë e kom marrë guximin, jam ndër vetmet që kom marrë guximin me shpreh haptas që unë jam të e shkri ftyrën, një pjesë do më thonë kur një kohë jam një mirë me to, ka ardhur koha kur unë po du mi shkri edhe po du mi kallëzu qikave të reja që nuk bën shumë shpejt me i bo se me u marrë me to, sepse Zoti veta ka falë bukurin, do të thotë me vite kur ti je ma e re, ti je ma e bukur, vetë fakti që je e re. Kështu që ka pas asi raste kur më kanë paragjyku, më kanë shkru komente, qoftë matë ultat, që veç kush të gënjen që thotë nuk i kom lexu, se cilin komente lexoj, edhe normal të najherë nuk të bën mundi mirë, por ja që e fiton atë besimin që njerëzit po mirën me ty edhe po kanë për qa flasin. Kjo është kur ti e pjesë e showbizit. Përgjigje shumë sinqert edhe dha një mesazh tri që jo gjithmonë duhesh me pas shumë fillera për me qenë e bukur, fillimisht do të me pranu veten ashtu siç je. Kështu që kur ti je pjesë publike, atëherë kanë më të shoh, kanë më desh, ti duhesh më kon e pajtume me to, duhesh më kon e mësume me to, sepse vetë ki vendos me qenë njeri publik edhe mirë se vinë ato qoftë mira, qoftë këqijat, me rëndësi rreti dhe shoqënia e dim kush jemi dhe çfarë karakteri jemi. E ke provoku ndonjëherë situatën që më shkrujt për ty nëse ke pa vetën pak që e dembelave dhe i largu prej mediave? Që të ka humbë vetbesimin. A ka pas ashtu ndonjë rast? Jo, shqyr zotit, jo, sepse kanë pas shumë raste me u marrë me kryesisht për baften janë marrë me pamjen, me këtë pikë janë marrë shumë mediat.
pavarësisht projekteve të mia asaneve, zakonisht interesi i mediave ka qenë me u marrë me pamjen time edhe me atë ndoshta pak jo faje, po jo kom qel pak rrugën unë për me fol për mua për shkak që vetë kom pranuar. Do thotë ata kom deklaruar haptas, edhe nuk e kam atë kompleks dhe vazhdoj të flas. Sot a ki këtë vetbesimin sa i përket pamjes dukjes? Ftyrës me qenë se e përmende. Po, sepse qysh kom qenë nuk jam, do të thotë qysh i kom pas në mos atë prume, nuk jam. Si që dini edhe jo, televizioni do herë, 2 herë o 3 herë që përdi qatë ma madhe si që duhet, kështu që tash jam okej edhe me rëndësi po vazhdoj projekte. Para se të dëshiroj mirëseardhje edhe Dionit edhe ta bëjmë një pyetje, te kjo pjesa fizike, Bate, për çka je pishmën dhe a ke shpenzu ti shumë që mbase për ta bërë një lidhje? Sa ke shpenzu ndoshta andej e kështë pas mundësi me shpenzu edhe në muzikë, po të themi në krijime të reja. Pra, para dukjen që ke pasur, ke shpenzuar shumë? Kom shpenzu qatë sa kom pas, edhe qatë sa kom ujt, kështu që nuk jam pishman, njeri që ka shpenzon, shkurtimisht, kështu që momenti që prap nuk jam e kënaqur me diçka kam e vazhdu me. Dhe ti tu vajza të reja që mos e bëni këto sot? Le ta bojnë kur t'jen, do thotë, kur t'ka nevoj me bom. A i të kuptu, jo me bojt veç që po kanë lek, ose veç që ju ka ardhë mundësia. Ti është veç kur ta kanë të nevojshme le ta bojnë, sepse vetë fjale arini është e bukur, kështu që sa më naturale ku vjen koha Redionin e kemi që po e dëgjojmë kështu, edhe Redion pyetja e parë është për atë që edhe bisedum me që më the që Gjesti dhe Egli janë kryefjala për momentin në Shqipëri. Big Brother ka përfunduar, cilat janë po themi zhvillimet nga ky raport, sepse duket që showbizi në Shqipëri është pak më i vërazhda, ka shi ati në Kosovë. Përshëndetje. Le të themi që nëse nuk e di nëse mund të them chips apo jo, por ka një lloj urie, le të themi shumë të madhe, jo vetëm të showbizit të kësaj platforme, por edhe të vetë mbështetësve të flakët dhe të shumë të Eglit dhe Gjesit për të parë nëse ata janë apo jo bashkë. Është Gjesi i cili është në një heshtje totale në raport me Eglin, por nuk është në heshtje sa i përket karrierës të tij. Kemi parë që ka postuar disa foto të klubeve ku do të nisë një tur në bar Europën, por edhe në Amerikë. Por nga ana tjetër, ajo që ka dhënë më shumë, le të themi, indicie apo sinjale është Egli, e cila ka qenë e ftuar në Portokalli që regjistrohej të mërkurën dhe në skeçin që ajo pati dha disa sinjale në lidhje me Gjestin. E para kur u pyet se si është raporti me të, ajo i tha minjonit për personazhit në Portokalli që pse merresh ti me pupura të martuar, kurse nga ana tjetër i tha që me Gjes nuk kryet çdo sen. Pra janë dy deklarata që bien, le të themi, në kundërshtim me njëri tjetrin, por sigurisht ajo e din të gjithë potencialin dhe të gjithë urinë ose të gjithë interesin që ka showbizi, që kanë media sociale, por edhe fansat e tyre për këtë raport i cili për hir të drejtës duhet ta pranojmë që nuk ka qenë në ujërat më të bukur që mund ta shikojmë një lidhje, ndoshta ka qenë një lidhje e sforcuar, por e vërtet nga një anë, pra nga ana e Eglit, por jo edhe nga ana e Gjesit. Nga ana tjetër, për sa i përket edhe dramës së re që është futur në këtë lloj lidhje, Mario për instruktorin e palestrës që është hedhur shumë, le të themi, shashka apo është hedhur shumë aludime për një raport që Egli ka pasur me të. Ajo ku ka qenë te Portokallia, e cila është regjistruar të mërkurën, siç e thash, për prototipet për publikun të dielën, i ka thënë që mirë që bukurat që ishin në shtëpi mi bët, le të themi, të dashur apo jo, por edhe këta jashtë nuk po mi lëni të qetë, më lini që të merrem unë me këtë burrin tim në tentativë, por e kisha pra për Gjestin. Sigurisht që janë deklarata të pakta, por që kanë mjaftuar për të kuptuar se si është raporti i tyre. Po, përveç asaj që ka flitet, si gazetar disa informacione i kema nga që na vinë nga burime, kështu edhe të sigurta, a janë apo si janë bashkë Gjesi dhe Egli? Mendoj që janë ende në ato ujërat e një raporti ndoshta miqësor, pasi flitet që Gjesti është parë në shoqërinë e një femre bjonde, nuk e di se sa i vërtet është ky informacion, por janë fjalë që qarkullojnë në këtë rrjetën e gazetarëve. Nuk e di nëse do të jetë personazhi që ai e ka përmendur shumë në të dy Big Brother, pasi edhe ka thënë që do ta takojë për t'i shprehur të gjithë, le të themi, falënderimet për të gjithë ndihmën që ajo ja ka dhënë atij. Ende nuk dim gjithçka, pasi siç e tregova që Gjesi është shumë hermetik në këtë pjesë, nuk po tregon asgjë, nuk po ndan asgjë,
sigurisht do të vi një moment që ai do të tregoj se si është raporti me Eglin, po le të themi që Egli e ka të barën e kësaj marrëdhënie shumë të kërkuar dhe shumë të gjykuar nga ana tjetër. Ndërkohë, sa ka të vërteta në këtë raportin tjetër të Eglit për cilin po flitet? U publikuan 2 fotografi nga vendet të ngjashme, pra çfarë flitet mes kolegësh? A ka diçka të vërtetë edhe në këtë raport apo jo? Jo, unë holla atje edhe një story që më pëlqen kur zakonisht sulmojnë shumë gratë, e kam vënë re këtë në çdo Big Brother, çdo lojtari që është e fortë, Egli në këtë rast ka qenë le të themi si një lloj kurbani që e kanë gjuajtur, padyshim ajo mund të ketë pasur një shoqëri të mirë me të, por jo zot thotë që çdo miqësi që ne kemi mund të ketë një lidhje dashuria apo mund të ketë një romancë. Ajo tregoi edhe kur ishte në Prime që ai ishte një instruktor që e ka ndihmuar edhe në le të themi në shndërrimin e saj në humbjen në peshë, por edhe në gjendjen e saj emocionale. Edhe nga ana tjetër edhe instruktori nuk qëndroi në heshtje, hodhi edhe ai një histori pra për të ngacmuar, duke parë gjithë interesin, besoj që e ka bërë thjesht për vëmendje dhe për të shtuar ndoshta edhe ai ndonjë djegës, por nuk besoj që Egli shkel apo gabon në deklaratat që thotë. Ky është showbizi. Ndërkohë, për ish banorëve, kush tjetër po prodhon lajm në Shqipëri, përveç Xhesit dhe Eglit? Këta të dy janë ata që janë kryefjalë, të tjerët nga do pak është Rëzana që prodhon pak, është Danja, është Loredana, Jozi, Disi, i cili provokon le të themi her pas here me story që poston me këngë që flet për shoqëri, për miqësi, për të fortë. Paka shumë në këto ujëra, në këto personazhe, Gerta pa diskutim është një nga personazhet që publiku e pëlqen dhe është super aktive në rrjetet sociale ku poston le të themi fragmente apo tage që i bëjnë ditët e tyre për të treguar që e kanë dashur dhe e suportojnë ende. Është folë shumë, Ajda, edhe për një pajtim të mundshëm që a mund të ndodhë mes Xhesit edhe Jozit. A mendon që mund të ndodhë? Po e kaloj pak në studio, po e kaloj vetëm pak në studio dhe më pas edhe tek ti. Uroj edhe shpresoj që jo. Nuk besoj që, edhe pse Xhesin e njohim si një karakter shumë të kthyeshëm, kështu që thojmë në Kosovë, shumë zemërgjer, po nuk besoj që ka me u fal ajo që e ka përjetu aty brenda, jo veç atë momentin që ndoshta as nuk ja vlen me e fol, po për krejt ndoshta atë bullizimin edhe ato që i ka përjetu brenda, nuk besoj që ka me fal. E ka fal ndoshta kur ka qenë në Big Brother në kuadër të lojës, që i është dosht nga pak, po tash që është jashtë Big Brother edhe nuk ka më lojë, nuk besoj që ka me fal. Shpresoj që jo. Edhe unë po shpresoj që nuk ka me falë, edhe pse ka bo provokime të mëdhaja Xhesi, jo veç me Jozin, po me secilin prej banorëve, po ajo është Xhes i pafalshëm edhe i patolerueshëm, kështu që nuk isha desht edhe m'ja falë, nuk isha desht edhe me u përsërit në edicionet radhës. Turu që s'kime qenë asnjëherë në asë situatë, a kisha arrit m'ja falë dikuj nëse do të ndodhte kjo, edhe nëse do të kërkonte falje shumë sinqerisht? Do shta publikisht po personalisht jo. Brenda jo. Sepse zuna është e pafalshme. Absolutisht. Redion, a ka mundësi... Për sa kohë Xhesi e fali 2 herë dhe heshti në praj, për mua heshti e tij e ka vullosur, është një histori që i mbetet brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe është e mira që të mbyllet aty dhe të mos vijojë më tej. Ja, qartë. Këto lajmet e showbizit për jetën personale, në fakt, a lexohen vërtet më shumë se sa një projekt i ri, shembull nëse Bafta e qet një këngë të re, se sa të tjerat? Mendoj që po. Besoj që ajo, jo veç në Kosovë në Shqipëri, po mendoj që në krejt botën, ajo personale na intereson pak ma shumë se projekti i ri, me që e thamë edhe ma herët, publikohet kënga, e dëgjojnë, mendimet që kemi rreth videoklipit rreth këngës, po nuk zgjatë, për shkak se artistat prodhojnë këngë vazhdimisht, edhe nuk është diçka që ndoshta ka shumë relevancë në atë aspektin të interesat e njerëzve, përveç se kënga që dëgjojmë ndoshta për një periudhë, po personalja gjithmonë. Neve na intereson personalja e ju njerëzve publik. Amir na dhe si popull mirëmi çdo me kush taj, kush boni, kush dolo. Unë bazon an vetit, do të thotë çdo rrugë që e marr, çdo rrobë që e veshi, çdo gjë që bëj, do të thotë më shumë intereson njerëzve ku shkoj, ç'a bëj me konri,
Qa veproj se sa që e qes një projekt, jo vish me mu, po me se cilin prej artistave, sepse këngët përsëritën, po e rëndësish me jeta personale, me kam po dele. Prandaj edhe shikohet ka shumë edhe Big Brother, 24 orë mi po ata persona aty brenda dhe gjatë gjithë ditës të fqyrë se qka po bëjnë njëni me tjetrin, të regën se qka na intereson si shësi. Po na intereson, mendoj që edhe për njerës jo publik, për një kojshi, për një tapë. Po, prandaj po them, se ka pas disa tyra që kanë thonë që si ka një pjesë e karakterit. Po e ceki që unë kom pas ftesë për me hi edhe në Kosovë edhe në Shqipëri të jem pjesë e Big Brother. Se si e hyrë dhe ato t'hysh? Jo, nuk, ndoshta edhe disa Big Brother, jo, disa Big Brother, po ndoshta edhe heq, për shkak që jam një tip pak komplekse, e pranoj hapur qa bëj, tek bëj, edhe kështu me thonë popullor që ja thom njerit të nësy, ndoshta edhe kjo ka bo që unë të kom kërkes, do të ftes, edhe në ferma VIP edhe në Big Brother, por ja që jeta jam personale është ajo imja edhe kështu që du me rujt ato edhe me servu të publiku vetëm Po projekte vetëm se ky sinceriteti Gjesin e bëri fitus sot. Po ndoshta edhe mund kish bo. Unë mendoj që Gjesi ka qenë shumë i sinqert, po e ka pas pak pjesë karakterit edhe lojën. Jo, ka qenë i sinqert, ka qenë shumë Jo, vetvetja. dhe njët personale ka qenë Po, krejt kush këtë në karo me një Gjesin edhe me nejt me Gjesin, e dim që është asi personi, po, ka njerë ka ditë edhe me Po ka qenë edhe ti provokus që mjë krejt, po, me këty situatën ka vetja, këtë njerës po besoj e bojë. Redion, përveç banorve të Big Brother, ish banorve tash, në showbizin shqiptar atje, kush prodhon lajmë për momentin? Kush janë disa personazhe që lexohen? Për momentin dua të ndaj me ju një lajm që përshërkollon këto ditë, po përflitet për një rikthim të Heidit dhe Romeos, ata të dy janë parë bashkë këto ditë në një event, për nga ana tjetër i kanë bërë dhe follow njëri tjetrit, është folur gjatë që ata të dy janë në një lidhje për gjatë kësaj kohe, për e kanë mbajtur në heqje, por lëvizjet e fundit, ndoshta duke ardhur dhe sezoni verës, klubet do të kërkojnë një rikthim të Romeos edhe po e kthejnë edhe historinë e tyre që shumë e kanë dashur dhe shumë e kanë komentuar gjatë kohës së Big Brotherit. Kjo mbetet për të parë nëse do ta pranojnë që janë në një lidhje apo thjesht janë, le të themi, skena për të mbajtur gjallë audiencën tani më që jemi në një sezon ku kërkohen projekte të reja dhe kërkohet një lloj afrimi me audiencën. Dhe Vera po vjen, po. Janë të njohur për këto riktimet që i bëjnë buj, e bëjnë lam shërjetin, kështu që nuk është që isha çuditë nëse do të që e njohin showbizin. Në fakt duket ka edhe një koment i Jonida Mariçit që kishte razur jetin, që kishte shu në një foto ku kanë dalë Bura Zemani, Donaldi dhe Romeo, më duket që kishte komentuar ajo. Tamam showbiz. Bafte, Vera po vjen duhesh me prodhu diçka. S'po flasim për këngë, po kështu me rikthim ndonjë raport ose diçka. Po e mendoj që me bo me pamjen e jashtme ose me jetën tem personale që më marr njerëzit, kështu që se projektet s'po ju intereson askujt themi, kështu që po mendoj. Pyesim sot këtu, a ka diçka të tre në jetën personale? Të pyesim, na s'kem problem. Jo, momentin që kam e pas diçka tre, pa komplekse, thash kam e thonë, kështu që po jo mirë, po nina mirë. Kam e sjellë shumë projekte të radhës, jo balata, po ritmike, sepse Vera po vjen edhe sanët e mira po dalin pa, kështu që për skandale jo vetëm po uroj që askush të mos jetë, edhe pse po mundohen me majt veten në showbiz, po e tregoj edhe Redioni. Redion, po të falenderojmë për sot edhe punë të bara ndaj. Faleminderit për gjithmonë. Faleminderit, sepse jemi krejt në fund. Diçka për fundjinit të lira, nëse dëshironi, Bartja tregoj që do të ketë projekte të reja, do të ketë këngë ritmike. Unë këngë su me qitë. Ti këngë jo, por me umar me këta. Që po merresh me ta. Për shembull, Redioni e dha një lajm që po flitet andaj. Këtu në Kosovë çka apo flitet diçka për ndonjë rikthim të dikujt apo Thash në Kosovë diçka e kena lëshu, s'po merrem shumë. Kemi problemin e kuvendit në Kosovë, disa të kostuar. Kështu palojme nuk mbesim kurrë. Po, ndoshta s'po preokupohu më me këto ndarjet, riktimet. Të na ju rikthye, ju ndajnë, martu krejt. A mirë, po vjekua, kur se cila pjesë, se cili lajmë, po bëhet i njëjtë. Po, konsumohet edhe halos ka dalë dikush i ri që me pru diçka të kënaqshme. Kjo është e vërtet që si treg kemi nevojë për emra të rinj, kemi nevojë për produksionet e reja që i menaxhojnë, sepse besoj që kemi talent të shumtë. S'po flasim vetëm për muzikë, edhe për fushat të tjera. Faleminderit shumë për sot, për energjinë mirë që sollët edhe që erdhët në studio. Kënaqësi.